Një ditë Omeri i madh radhiyallahu anhu kalon para Osmanit radhiyallahu anhu. Ai thot selamu alaikum. Osmani nuk ja kthen selam. Ai thot edhe një herë selamu alaikum. Osmani nuk ja kthen selamin. Edhe as një fjalë, as nuk e këshyr, as një fjalë. Edhe Omeri radhiyallahu anhu i lënduar, i prekur, shkon te Abu Bekri radhiyallahu anhu. Edhe ja tregon rastin, thot kështu, kur gjos kem pas ma herët, nuk e di çka ka ndodhur. Abu Bekri e merr për dorë Omeri, edhe shkojnë bëzbashku te Osmani radhiyallahu anhum. Dhe i thot, ma herët, a nuk t'jepi selam Omeri edhe nuk ja ktheve? Ja po. Si ka mundësi kështu me ndodhë? Këta të gjithë janë të përgëzuar me xhennet duke qenë gjallë. Pejgamberi ka përgëzuar pe banorëve të xhennetit. Aktorët më të fuqishëm për 23 vite prej kur momentin e parë ka zbrit ajeti i parë, derisa kanë përcjell pejgamberin alayhis salam tek Allahu dhe pastaj kanë vazhduar me qenë aktorët dhe lojtarët më të fuqishëm të fesë Allah. Ta dëgjoni. E vërtet, sa kam kthy selamin, kur gjë nuk është personale, po e kam një preokupim, e kam një shqetësim, e kam një gajle të madhe, mendjen nuk e kam pas me ja kthy selamin, është kam mundon një çështje shumë e madhe, nuk po muj mu pajtu me veten time. A çka hallit? Kam ndaj tër jetën me pejgamberin alayhis salam. E kam shoqëruar tër kohën, e kam pyet për çdo gjë. Sot kam mendu si nuk ja kam bërë pyetje pejgamberit për një çështje shumë të rëndësishme. Për çdo gjë kam pyet pejgamberin. Por nuk e kam pyet për sendin më të rëndësishëm. Kam mendu si nuk e kam pyet pejgamberin si ti shpëtoi zjarrin e xhenemit. Për që s'ka kom pyet pejgamberin alayhis salam. Nuk më ka shku mendja me pyet si ti shpëtoi zjarrin e xhenemit. Prandaj nuk jam vete. Nuk jam vete. A këtia ka garantuar pejgamberi alayhis salam xhenetin, e dini Uthmani. Këti ka thonë pejgamberi alayhis salam, prej teje turprohen melekët. Abu Bekri tha, unë e kam vetë pejgamberin alayhis salam për këtë pyetje. E kam pyetur në pejgamberin alayhis salam, çka të shpëton prej zjarrit të xhenemit? Shqeni vëllezër, më leni të bëj një shkëputje. Hajde të analizojmë shpirtin edhe zemrën e bardhë këtyre burrave të mëdhaj që janë të papërsëritur, Allahu qoftë i kënaqur. Shqeni preokupimet dhe deti i tyre cili ka qenë. Edhe t'ja bëjmë një korrigjim vetës tonë, cilat janë preokupimet tona, shqetësimet tona, për çka na ik neve mendja, për çka hutohemi dhe edhe se shohim kërkon. Pikthehemi përgjigjes. Tha Abu Bekri, e kom pyet pejgamberin alayhis salam, unë çka të shpëton me zjarrin e xhenemit? Tham ka thonë, ajo fjala që unë ja kom paraqit migjes tim Ebu Talibit dhe e ka refuzuar, ajo fjalë të shpëton prej zjarrit të xhenemit. Migja i thie Ebu Talibi kur ka qenë në shtratin e vdekjes, pejgamberi ka ardhur te koka. Se Ebu Talibi deri në frymën e fundit ka qenë afër dhe pranë pejgamberit. Ka qenë gardiani i tij, u kujdes për të në veçdi, por edhe shumë probleme i ka pranu edhe kur Allahu e ka kurorzuar me pejgamberi. Po i rinte vllai migja tjetër e pejgamberit duke mos gabon me thon la ilaha illallah. Mos gabon me thon. Mos e tradhto fenë të parëve. Tha ajo që të shpëton prej zjarrit të xhenemit është ajo fjalë që e ka refuzuar migja im.